Në 3 dhjetor të vitit 1926, në qytetin e Vlorës, lindi një vajzë e cila më vonë do të bëhej një nga zërat, fytyrat dhe emrat më të rëndësishëm të teatrit shqiptar. Ajo quhej Drita Pelinku. Lindi në një familje të madhe vlonjate, të kulturuar dhe të arsimuar jashtë vendit. Shtëpia e saj ishte e mbushur me libra, me lojra, me art, një jetë ku nuk mungonte asgjë. Pushimet i kalonin në vilën Buzdetit ose në shtëpinë prej druri me spishave të llogaras, një fëmijëri e qetë, e bukur dhe e ndritshme, ashtu si emri i saj. Por jeta do t'i ndryshonte shpejt trajtat. Me vendosjen e regjimit komunist, pasuritë e familjes së saj u sekuestruan, por Drita nuk u thye. Në dhjetor të vitit 1944, një njoftim në gazetë do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Shqiparia do të hapte shkollën e parë dramatike, embrionin e teatrit kombëtar. Drita u paraqit dhe fitoi, por ishte e vetmja vajzë. Mes djemve që sot njihen si kolos të skenës shqiptare, Naim Frashëri, Kadri Roshi, Prokop Mima, Lazar Filipi, një vajzë e vetme që guxoi të thyente normat, paragjykimet dhe moralin e kohës. Për shoqërinë e asaj periudhe, hyrja e një vajze në një shkollë arti ishte një shkelje morali. Ajo u gjykua, familja u trondit, por ëndra e saj ishte më e fortë se zërat e botës. Në vitin 1946, Drita Pelinku hyn në portën e teatrit kombëtar si aktore profesioniste, vetëm 20 vjeçe, e ndrojtur, por e lumtur. Prej asaj dite, teatri do të bëhej shtëpia e saj e dytë. Në skenë, Drita do t'interpretonte mbi 150 role, më shumë se gjysmën kryerole, duke u bërë një nga aktoret më produktive, më të dashura dhe më të nderuara të Shqipërisë. Ajo u ngjit në skenë si Ira tek portreti, Klariçe tek shërbëtori i 2 zotorinjve, Mariana tek pjesët e Molierit, Luiza Miller, një nga rolet më prestigjioze për një aktore, Mbretëresha tek Hamleti, Kornelia tek Mbreti i Lirë, dhe roli i saj zemrës, Zojcika, roli i gruas së prefektit që ajo interpretoi e vetme mes 22 meshkujve. Në kinematografi, ajo u shfaq për herë të parë në Tana, më pas në Njeriu me top, kur hidheshin themelet, Vajzat me kordele të kuqe, Radiostacioni, Përtej mureve të gurta, Fjalë pa fund, Shpresa dhe shumë filma të tjerë. Rolet e saj nënave, grave me forcë dhe karakter, u kthyen në simbol të aktrimit femëror shqiptar. Në shkollën dramatike, Drita njohu dashurin e jetës, Hysen Pelinkun, këngëtarin e diplomuar në konservatorin e Pezaros. Familja fillimisht nuk pranoi, ajo ishte shumë e re, por dashuria fitoi. 2 vjet pritje dhe më pas martesa. Muajin e mjaltit e kaluan në Prag, aty ku Hyseni do të performonte me ansamblin e këngëve dhe valeve. Që atëherë, ata nuk u ndan më kur. Është vetë Drita që kujtonte në një intervistë, kur Hyseni vdiq në vitin 1997, humba jo vetëm bashkëshortin, por mikun tim më të mirë. Ata rritën 2 vajza, një violiniste dhe një mjeke, duke ndërtuar një familje të fortë, të kulturuar dhe të ndershme. Aktoria kujtonte në një intervistë se ditët e saj nisnin në agjim, në radhë për ushqime për fëmijët, pastaj vrap për në teatr, mbrëmjeve shfaqje, dhe vetëm mesnata e gjente në shtëpi. Por ajo dhe Hyseni kur nuk përdorën fjalën u lodha. Jetonin për artin, jetonin për familjen, jetonin me dashuri. Drita Pelinku ishte jo vetëm një aktore, por themeluese e teatrit kombëtar, autore e shumë botimeve biografike për artistë të skenës shqiptare, një grua që i dhaton kulturës son për dekada të tëra. Për kontributet e saj, ajo është nderuar me artiste e merituar, çmimi i karrierës, urdhri mjeshtre e madhe, nderi kombit, qytetare nderi e Vlorës, dhe është renditur nga Instituti Amerikan i Biografive ndër 500 personalitetet më me ndikim në botë. Edhe në moshë të thyer, ajo vazhdoi të interpretonte kryerole, madje edhe monodramën e fuqishme Rose, me një spektër emocionesh që vetëm një artiste formuar në shpirt mund t'i sjellë. Ajo nda nga jeta në vitin 2013, por figura e saj nuk do të harohet kur. Ajo ishte dhe mbetet një dritë që nuk u fik kur. Drita Pelinku është një pjesë e pandashme historisë së teatrit shqiptar, një grua që sakrifikoi, që luftoi, që dashuroi, që la një gjurmë të pashlyeshme. Një jetë si dram, një karrierë si poezi, një emër që ndriçon, Drita Pelinku. Faqja na ishte dikur, e kujton me nderim dhe respekt.